Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, kjo është gjumaja e parë pas muajit të bekuar të Ramazanit. Inshallah Zoti i Madhërisëm e ka pranuar agjërimin dhe veprat tona të mira dhe shpërblimin e sjell në këtë botë dhe në botën tjetër. Sepse Zoti i Madhërisëm ka boll dhe njeriu kur ta lut Zotin e Madhërisëm nuk ban me kursy, lute sepse jeti kërku atij cili ka boll, atij që pushteti i tij s'mbaron asnjëherë dhe pasuria e tij është ka mes tokës dhe qejve në tokë mbi qiell. Pra lutim Zotin e Madhërisëm që duat tona t'i ketë pranuar, namazin, agjërimin, veprat tona të mira dhe shpërblimin ta sjell edhe në këtë botë, por edhe në botën e përjetshme, sepse kështu na ka mësuar Zoti i Madhërisëm. Vëllezër e dashur, njeri ku të lutën këtë dunja i ka përmend Zotin Kur'an dy kategoritë njerëzve. Se kemi temën këtu, po shkurtimisht me që pra fjalë. Një grup i njerëzve lutën vetëm për këtë dunja. Ata e kanë gabim. Sepse sa do që t'jep Zoti të mira në këtë dunja në ditë kimi lanë. Kush lutet vetëm për këtë dunja e ka gabim. Kurani po thot kush lutet vetëm për këtë dunja e ka gabim. Sepse sa do që t'jep mira Zotin në ditë s'kemi pas. Kina milan. Belem Allahu tha në Kur'an dhe ka për njerëzve që lutin Allahun vetëm për hise dunjas. Kurse besimtarët, njerëz të mirë, ata që e kuptojnë rëndësinë e jetës, ata e lutin Zotin e Madhërisëm për dunja dhe për ahiret bashkë. Dhe na ka mësuar Zoti i Madhërisëm dhe na ka thënë: "O Zoti ynë, jep na të mira në këtë dunja dhe në ahiret." Duke mos e nda dunjan mbi ahiretin dhe na sjelltas. Pra ne lutem Zotin e Madhërisëm që të na jep mirësinë këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe jo vetëm këtë botë, por të na jep në të dy botrat. Sepse kështu është e drejta dhe kështu e kërkon njeriu. Vëllezër, unë edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm po provoj musha me mbyll temën, edhe pse tema shumë e gjanë, që e kam filluar që 2 gjuma me fol për bamirësinë, për zeqatin, për sadakatul fitrin dhe bamirësinë e përgjithshme që e japin njerëz, po provoj me i përcjell disa mesazhe, mas pari vetës e pastaj juve që na dëgjoni dhe atyre që na përcjellin përmes rrjeteve sociale, që ta kuptojmë një herë mirë se për çka po bëhen fjalë. Se çfarë rëndësie ka zeqati në këtë dunjë, bamirësia e kështu me radhë. Sepse fundit jemi musliman dhe ne e dim se ata që e ka obliguar Zoti i Madhërisëm për neve s'ka alternativë tjetër. Prej argumenteve të dashur vëllezër të sadakës është se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka i bëhet njeriu të nesër argument në varë dhe argument në urë të siratit. Imagjinona ime të rrugtu me një rrugë të gjatë, edhe ndalmin e për stacione të ndryshme, si ku për shembull kur kalojmë kufi, momenti kur dhim në kufi, çka na shkon mendja? Po çka na shkon mendja? Na shkon mendja për pasosh, sepse e kërkon aty doganierët, e kërkon policia kështu me radhë. Në ditën në rrugën e gjatë të jetës, pasi që të vdes njeriu, do të ndalet në stacione të ndryshme. I pari stacion që ndalet njeriu është Vorri. I pari stacion nga cila kemu nis për në botën e përjetshme është Vorri. Pastaj që të argumente shka po i thot Kurani Kerimi, po fol Kurani Kerimi, kanë më na vyt atë ditë kur ti më shkel misionit. Do me thonë, aleikum selam aji. Do me thonë, në stacionet të jetës së përjetshme, na vynë argumente kësaj bote. Ka më të vyt namazi, ka më të vyt agjërimi, ka më të vyt zeqati, ka më të vyt sadaka, bamirësia, letën e thimi. Në stacionet të ndryshme të jetës. I pari stacion i botës së përjetshme është Vorri.
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, thotë se stacioni i parë i jetës së përjetshme është dvorri. Fema ba'dahu aysar. Thotë kush niset marrë dhe mirë në varr, anej ka me pas malet. E kujt i vështërsohen argumentet në varr, ka me pas ranë e maran deri të përballet me pamundshmën në ahiret. Pra vëllezër, këto fjalë që ka dhënë Allahu në Kur'an, të gjitha kanë mjarë momenti kena mu pyet për to. Kush i ka injoru në këtë dunja, si kemi faj. Kush i ka injoru argumente e Zotit në Kur'an, kur kush si ka faj. E ka pas mundësin me i dëgju, e ka pas mundësin me i respektu fjalët e Zotit, ka gjetë rrugë tjetër o problemi tina, s'është problemi jonë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse ku të përballësh me të keqën, mos e fajso askan, fajso vetveten, se Allahu t'i ka sqaruar argumentet. E sadaka, vëllezër, mos xhanona shumë temë. Sadaka është një prej argumenteve me të cilat njeriu do të ndalet në natën e vorrit. Dhe do t'i bëhet argument shumë i fuqishëm. Pejgamberi thot në hadith, es-sadaqatu burhanun. Sadaka është argument që ti e ke besu Zotin e Madhrishëm. Ju ke nështru Zotin e Madhrishëm. E ke dëgju Zotin e Madhrishëm, ke dhanë për Zotin e Madhrishëm. E ai cili ka dëgju Zotin kur nuk ka më shgënjy. Ai cili për Zotin e Madhrishëm ka bën diçka, mos e ka një kur vëllezër ata i cili janë mirë me Zotin. Sepse kur nuk ka më shgënjy as në botë as në ahiret. Ne do të mikajt ato që janë keq me Zotin. Por ndryshe kush është mirë me Zotin e Madhrishëm dhe në rrugën e tij, kur mos e kaj, sepse Zoti ka një plan tjetër për ta. E nga këtë jemi qase rrugë. Por dallimi mes të mirë dhe të këqijve është matët ditë ku dalon këtë botë. Edhe pse e mira dhe në këtë dunja vërejet e dashur vëllezër. Po mos ishin njerëz të mirë në këtë dunja shumë të mira se bota si këshmi pa. Po mos ishmi, domethënë, në këtë dunja, po mos ishin njerëz të mirë këtë botë, shumë prej të mirave të kësaj bote që i gëzojnë si këshmi pa. Po fal njerëzve të mirë dhe ne i shijojmë të mirat. Pra, edhe në këtë dunja ka dallim, po edhe në botën tjetër ka dallim. Pra, sadaka, zeqati, bëhet argument nesër, po s'ka njeri asnjë argument me veti. Këto janë argumentet e tua me cilat kena me udhëtu në rrugët e gjatë të jetës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri meqëm është ai cili mbledh argumente për rrugën tjetër. Keni pa në këtë dunja, këtë dunja me udhëtu që shmobilizohemi vëllezër. Mobilizohemi fort, pse keni rrugë gjatë, kemi kalu kufi, të vynë me kanë makina në rregull, ku e di çka, shëndeti, pasuria, ku e di çka, pse ke marrë rrugë gjatë. A na shkon mendja se kena me rrugtu gjatë mas vdekjes deri në siratit. E na vijnë argumentet në dunja. E argumentet e botës e përjashme për stacionit parë. Na vijnë namazi, agjërimi, zeqati, sadaka, bamirësia e kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, sadaka të bëhet argument në botën e përjetshme. Pastaj e dyta të dashur vëllezër. Sadaka, bamirësia, këtë ras për referun edhe zeqatit edhe sadakitit, është hije çadër në cilën ka mu strehu nesër njerin ditën e gjykimit. Ka më jarë momenti edhe kena me folë gjëre gjatë për ditën e gjykimit. Dhe do të habiteni se çështje po shkruan Kurani Kerimi. Po vish një segment dvogël, vëllezër e dashur, në tokën e Arasatit, ku bëhet në tokën e tubimit, ku bëhet gjykimi. S'ka pemë, s'ka hije. Edhe është më e barë se sa toka, se sa bora. Aty vrejen pastaj mëkatet e njerëzve. S'ku në skaner. Ke pa ku t'hin në për skaner në për kufi? Qysh të egzaminon mrena skaneri për e di që po të shenë në detaje? E pse në tokë të Arasatit, kur në gjallë me në ahiret,
Allahu ka thonë do ta shndroj këtë tokë me një tokë tjetër, sepse është tokë e skanerit, ku do të vrejën gjurmë të njeriu të nëse ka jetu 1000 vjetë këtë dunja. Sepse kanë marrë njerëz kanë jetu 1000 vjetë, Ademi ka jetu 1000 vjetë. Nuhi ka jetu 1000 vjetë. Kanë me dalë në tokë të asaj. Atë ditë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka hije. Qëndrimi është 50.000 vjetë në kam para Zotit madhreshëm. 50.000 vjetë tonat sa një paradite që përshkruan Allahin Kur'an. Apo flite për 50.000 vjetë Zotit ju tonat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që atë ditë vjen në shprehje namazi, vjen në shprehje zeqati, agjerimi, bamirësia. Dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka do t'i bëhet çadër hije. Dhe askush sun hin çadër të askujt. Në këtë dunja hinana për çadrat huja. Dikush jep e dikush sjep. Ai shfrytëzon të mirat barabar. Mujna mu pështjellë këtë dunja, se këtë dunja është e mashtrueshme. Edhe ja marrë me merita tjerëve. Ama në ahiret s'ka mundësi askush me hin çadër të huj. Wallahi, billahi keme hin çadër tane. Ti unë në temën. Ti kemi në petë kun tanë, në petë kun temë. Tha Rasulullahi a dit, ku temperatura është e madhe, sepse xhenemi e rrethekon tokën e Rasatit. Edhe temperatura njët me mija vjet udhtim. Ta do të kenë hije vetëm ata të cilët sadaka do t'i bëhet hije. Çadër në cilën strehohet dhe pret gjykimin para Rabbul Alaminit. Ku po flasim për hije, vëllezër, nështë aty shkon menja një pemë thjesht, edhe ti në mrena së hije, jo vëllai dashur. Na po flasim për një hije që ta leton brengën e gjykimit, për një hije që ta largon frikën prej ushtimës dhe për gjykimit Allahu xhallahu ala. Për një hije cila është mburoj mes teje dhe zjarmit xhenemit. Dhe ku kemi fjalën këtu në këtë argument, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një ditë për ditëve Aishës, gruas vet, ajo kishte një hurmë në dorë, dhe pejgamberi tha ja Aisha, ki frikë Allahut azza wa jall, mbroje tha vetëm pe zjarmit xhenemit dhe me çit hurmë. Tha çysh me mbrojtja ja Rasulullah? Tha daje gjysmë do jep sadakë. Tha sepse kjo ka më të bën mbroja ditë ku s'ka mbrojtje tjetër përveç sadakës. Pra zeqati sadaka vëllezër ka vlerë të madhe. Ama si cili njeri në këtë dunja e ka mundësin me dhanë. Veç ka me zxedha, donë me shku të Zotit madhreshëm dhe me fitu, apo do me humbë me gjithë shka në këtë dunja. E si do mos kohën tonë, vëllezër po flasë të shqiptarë këtu, ku Zotit madhreshëm ka qu me bëllik. Si jemi kanë qëto, në ka pasuru Zotit madhreshëm. Por vetëm duhet me mu bindë dhe me pas vedije për shka po flasmi. Ata që ke dhonë për Zotin ki me gjetë. Ata që ke shvizun këtë dunja nuk ki me gjetë kur. Kur. Ata që ke lanë të Zotin ki me gjetë. Edhe ki me gjetë të shumë fishune. Për andaj vëllezër tha Rasulullah se sadaka do t'i bandë njeriut hije ku s'ka hije përveç hijes që jep Zotin madhreshëm. Janë 7 persona vëllezër në ahiret që kanë me ime një hije. 7 grupet njerëzve, s'ka 8, 7. Dhe hadith e shumë i gjatë, për njerë këna me komentu gjatë. Njani për tërë është a i cili ka dhanë sadak më shehu razim. Që shtot popli me dhanë e djatha mëse pa e shmajta. Që në kuptonë se ka dhanë këne, po s'ka fol këne. Se ato që japin edhe folin, ata di shka bojnë. Sukur dikush me mjedh pasole tjetër mas ti me arë mja nuk. S'bin maja. Me fshin. Allah po e tham thjesht, se kështu e ka thonë Kurani. Kurani e ka përmen bilëm gurin. Ka thonë e ke po guri, kur ti bje ploni. Me bëmi qitë uj, shkaban, lahat. Thotë Allahu azza wa jalla ato që japin dhe folin e fshin, e pastrojnë. Sjetë sadak, nuk jetë më shpërblim të ta. Keni pa zhur magjin këtë dunja vëllezër, keni pa njerëz që mendojnë edhe Allahin me korruptu. Me pak sene e mush këtë dunjan.
mendon që e ka bon namin. Ky se ka për Zot. Këti i mes argumentën dunjan, këtu jesin, s'ka për botën tjetër më. E Rasulullah tha në arshin e Allahut xhalla wa ala në ahiret, në rhin e tij do të hynë një kategori e njerëzve. Ato janë ato që kanë dhënë për Allahun dhe e kanë shef sadakën. Kanë dhënë për Zotin e Madhreshëm dhe e kanë shef sadakën. Kur kush se din. Wallahi unë një njerëz në jetën e kësaj bote vëllezër, që gati se jep 2 milionë euro në vit jep sadakë. Pasha Zotin, kur kush se din. Sa jep ai person. Edhe shpesh herë shehu shërben njerëz dhe rrugëve të mendu që është i varfër, është milioner. Pa ajo të bëjë tregti me Zotin. Ajo të lyp xhennetin. Dhe shumë e pat një shkrim këtë dje, një pej miliarderave arab i dha 16 miliard dollar për fukara. Edhe i ra gara, i thanë po ti tani sunin garë si i pasur, tha su më intereson kjo punë. Unë e më të dash xhenet, çka më intereson më njofti mua mi pasur, mi varfër unë. Ai që do të xhenet vëllezër e matë mirë këtë punë. Ja na ku e kemi një dëshmi vëllezër, që sa afër na don stacioni i parë. Vesh një munin në mjetë e kemi mes varrezave. Shumë thjesht e kena me kuptu sa ka vlerë kjo botë. Tha Rasulullah stacioni i parë kur nalët njeriu për në botën e përjeshme është vorri. Dhe me ba'de vajser, ku ne banë Allahu let, aty për mas ko me pas ma let. Ka në nalë, mas ka ma kush e mshiron, situatë pas situate. Që kjo jeta. Të lumë të ata që kanë dhanë të dashur vëllezër. Të lumë të ata që kanë përgjigjë Zotit Madhreshëm. Të lumë të ata që në fund të muajit atë pasuri që jep Allahu e ndajnë, thonë kjo s'është hi se jam ja, është e Zotit Madhreshëm. Edhe bjen xhami ose bjen të në një varfër ose të studentët ose ku diçka. Se fillon ai muajin tjetër me parë të huaja në shtëpi. Lutë Zotin e Madhreshëm ta bën risk Allahu me dhon. Se nëse s'ta ka bën risk, s'ka bind hala po do më të fundos me gjithçka. Nëse shen njeri që ka dhe nuk jep, Allahu ja ka qelë dyrët e të keqes këtë dunjë. Është një ajet Kur'an të dashur vëllezër dhe po e përfundoj. Allahu jep urdhën në ditën e gjykimit dhe në kategorinë njerëzve asnjë të mirë nuk e shohin në ahiret. E thot me laça pse o Zot, ky ndëshkim për ta, thot i kanë hangë të mira në këtë dunjë. Sha kanë lyp i kanë dhanë, ama kur s'ka dhanë për Allahun. Tash le të kthehej dhe ta merr pasurinë se mundet. Pra du të me dhanë të dashur vëllezër. Banë shprehi në fund të muajit. Heqe një pjesë të hisës që të ka dhënë Allahu xhalla wala. Deponohe për në botën e përjetshme. Se ka më të gjinë. Sepse po dole për kësaj bote, pastaj ndryshojnë matematikët. E këto fjalë që thotë Allah në Kur'an, se të dhkurune me aqulu lakum. Allahu thonë në Kur'an dhe do t'ju vjen në mendje ditë për të shapjethan. E se cili ka me arë në atë moment. A ka ne kush për neve që s'ka me përritu vdekjen vëllezër? A ka ne kush më në këtë dunja që s'ka me kaluna për urtë siratit? S'ka të fillu prej meje. Prandaj kujdes dashur vëllezër. Kujdes se kjo dunja është kalimtare. Këtu pe përfundoj vëllezër, duke lutur Zotin e Madhreshëm që të na mëshiron, të na fal, na pasuron me pasuritë halalit dhe të na mundson me dalë prej borxheve që ne ka caktuar Zoti i Madhreshëm. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.